Data 21 qershor. Ligji për të rirë. Kapitulli 26. Kur të hysh në vendin që Zoti Perëndia yt të jep si trashëgimi dhe ta shtiesh në dorë dhe të banosh në të, do të marrësh disa nga prodhimet e para të gjitha prodhimeve të tokës të mbledhura nga ti në vendin që Zoti Perëndia yt po të jep, do t'i vësh në një shport dhe do të shkosh në vendin që Zoti Perëndia yt ka zgjedhur për të ruajtur emrin e tij. Pastaj do t'i paraqitesh priftit në funksion atë ditë dhe do t'i thuash: Unë i deklaroj sot Zotit Perëndis tënd që kam hyrë në vendin që Zoti u betua t'u jap etërve tanë. Atëherë prifti do të marrë shportën nga duart e tua dhe do ta vërë përpara altarit të Zotit Perëndis tënd. Dhe ti do të përgjigjesh duke thënë para Zotit Perëndis tënd: Ati im ishte një arameo para se të vdes. Ai zbriti në Egjipt dhe banoi aty si i huaj me pak njerëz. Aty u bë një komb i madh, i fuqishëm dhe i shumt. Por egjiptasit na trajtuan keq, na shtypën dhe na imponuan një skllavëri të rëndë. Atëherë bërtitëm dhe Zoti Perëndia i etërve tan e dëgjoi zërin ton, pa dëshpërimin ton, punën ton të rëndë dhe shtypjen ton. Kështu Zoti na nxori nga Egjipti me një dorë të fuqishme dhe me krah të shtrirë, me gjëra të tmerrshme, me mrekulli dhe me shenja. Pastaj na solli këtu dhe na dha këtë vend ku rrjedh qumësh dhe mjalt. Dhe ja tani unë solla frutet e para të tokës që ti o Zot më ke dhënë. Do t'i vendosesh para Zotit Perëndis tënd dhe do të biesh përmbys përpara Zotit Perëndis tënd. Dhe do të gëzoheni ti, Leviti dhe i huaj që ndodhet në radhet e tua për të mira që Zoti Perëndia yt të ka dhënë ty dhe shtëpisë sate. Kur të kesh mbaruar së dhëni tërë të dhjetat e të ardhurave të tua në vitin e tretë, viti i të dhjetave, dhe ua ke dhënë Levitit, të huajt, jetimit dhe gruas së ve, me qëllim që t'i hanë brenda portave të tua dhe të ngopen, do të thuash përpara Zotit Perëndis tënd: Unë kam hequr nga shtëpia ime atë që është shenjtëruar dhe ua kam dhënë Levitit, të huajt, jetimit dhe gruas së ve, në bazë të gjitha gjërave që më ke urdhëruar. Nuk kam shkelur, as kam harruar asnjë nga urdhrat e tu. Nuk i hëngra gjatë zisë sime, nuk mora prej tyre kur isha i papastër dhe nuk ua ofrova të vdekurve. Ju binda zërit të Zotit Perëndis tim dhe veprova në bazë të gjitha gjërave që më ke urdhëruar. Kthe ndaj nesh vështrimin tënd nga banesa jote e shenjtë nga qielli dhe peko popullin tënd të Izraelit dhe vendin që na ke dhënë, siç ju betove etërve tan, një vend ku rrjedh qumësht e mjalt. Sot Zoti Perëndia yt të urdhëron të zbatosh këto statute dhe dekrete, ki kujdes që ti zbatosh me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt. Ti sot shpalle që Zoti është Perëndia yt, që do të ecësh në rrugët e tij dhe do të respektosh statutet, urdhërimet dhe dekretet e tij dhe do t'i bindesh zërit të tij. Sot Zoti ka shpallur gjithashtu që ti je populli i tij, një thesar i veçantë, siç të ka thënë, me qëllim që ti të respektosh të gjitha urdhërimet e tij. Dhe ti të mund të lartësohesh mbi të gjitha kombet që ai ka bërë për lavdi, famë dhe zulm, dhe që ti të jesh një popull i shenjtëruar për Zotin Perëndin tënd, ashtu siç e ka thënë ai. Psalmi 117. Lëvdoni Zotin ju gjithë kombet. Kremtojeni ju gjithë popujt, sepse e madhe është dëmshuria e tij ndaj nesh, dhe besnikëria e Zotit vazhdon përjetë. Haleluja. Psalmi 118. Kremtojeni Zotin sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon përjetë. Po, Izraeli le të thotë tani, mirësia e tij vazhdon përjetë. Po tani shtëpia e Aronit le të thotë, mirësia e tij vazhdon përjetë. Po le të thonë tani ata që kanë frikë nga Zoti, mirësia e tij vazhdon përjetë. Në ankth kërkova Zotin dhe Zoti më përgjigj dhe më çoi larg. Zoti është për mua, unë nuk do të kem fare frikë. Çfarë mund të më bëjë njeriu? Zoti është për mua nga ata që më ndihmojnë, dhe unë do t'i shikoj triumfues armiqtë e mi. Është më mirë të gjesh stret e Zoti se sa ti kesh besim njeriu. Është më mirë të gjesh stret e Zoti se sa tu kesh besim princave. Tërë kombet më kishin rrethuar, por në emër të Zotit unë do t'i zhduk ato. Më kishin rrethuar, më kishin rrethuar, por në emër të Zotit unë do t'i shkatroj. Më kishin rrethuar si bleta, por u shuan si zjarr ferrishtash, në emër të Zotit unë do t'i shkatroj. Ti më kishe shtyr me dhunë për të më rrëzuar, por Zoti më ndihmoi.
Zoti është forca ime dhe kënga ime, ai ka qenë shpëtimi im. Një brit ngëzimi dhe fitore je jehon në qadrat e të drejtëve, dora e djathtë e Zotit bën çudi. E djathta e Zotit u ngrit, e djathta e Zotit bën çudi. Unë nuk do të vdes, por do të jetoj dhe do të tregoj veprat e Zotit. Zoti më ka ndëshkuar rënd, por nuk më ka lënë në dorë të vdekjes. Më hapni portat e drejtësisë, unë do të hyj dhe do të kremtoj Zotin. Kjo është porta e Zotit, të drejtët do të kalojnë nëpër të. Unë do të kremtoj sepse më je përgjigjur dhe ke qenë shpëtimi im. Guri që ndërtuesit kishin hedhur u bë guri i qoshes. Kjo është vepër e Zotit dhe është një gjë e mrekullueshme në sytë tanë. Kjo është dita që Zoti ka bërë, le të gëzohemi dhe të ngazëllojmë në të. O Zot, na ndihmo tani. O Zot, bëj që tani të kemi mbarësi. I bekuar qoftë ai që vjen në emër të Zotit. Ne ju bekojmë nga shtëpia e Zotit. Zoti është Perëndia dhe ka bërë që mbi ne të shkëlqejë drita e tij. Lidheni viktimin e flijimit në brirët e altarit. Ti je Perëndia im, unë do të kremtoj. Ti je Perëndia im, unë do të të përlëvdoj. Kremtoni Zotin sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij vazhdon për jetë. Isaia, kapitulli 53. Kush i ka besuar predikimit ton, dhe kujt ju shfaq krahu i Zotit? Ai erdhi lart para tij si një degës, si një rrënjë nga një tokë e thatë. Nuk kishte figurë, as bukuri për të tërhequr shikimin ton, as paraqitje që ne ta dëshironim. I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhëmbjeve, njohës i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihet faqja, ishte përçmuar, dhe ne nuk e çmuam as pak. Megjithatë ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhëmbjet tona, por ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia dhe të përulur. Por ai u të i shpua për shkak të shkeljeve tona, u shtyp për paudhësitë tona. Ndëshkimi për të cilin kemi paqen është mbi të, dhe për shkak të burratave të tij ne jemi shëruar. Ne të gjithë endeshim si dele, secili prej nesh ndiqte rrugën e vet, dhe Zoti bëri që të bjerë mbi të paudhësia e ne të gjithëve. I keq trajtuar dhe i përulur nuk e hapi gojën, si një qenj që e çoi në thertore, si një dele e heshtur përpara atyre që i qethin, nuk e hapi gojën. U qua larg nga shtypja dhe nga gjykimi, dhe nga brezi i tij kush mendoi se ai ishte larguar nga toka e të gjallëve dhe ishte goditur për shkak të shkeljeve të popullit tim. Kishin caktuar ta varrosnin bashkë me të pabesët, por kur vdiqe vunë me të pasurin, sepse nuk kishte kryer asnjë dhunë dhe nuk kishte pasur asnjë mashtrim në gojën e tij. Por i pëlqeu Zotit ta rrihte dhe ta bënte të vuante. Duke ofruar jetën e tij si flijim për mëkatin, ai do të shikojë pasardhës, do të zgjas ditët e tij dhe vullneti i Zotit do të ketë mbarësi në duart e tij. Ai do të shikojë frytin e mundimit të shpirtit të tij dhe do të jetë i kënaqur. Me anë të diturisë së tij drejti, shërbëtori im do të bëjë të drejtë shumë veta, sepse do të marrë përsipër paudhësitë e tyre. Prandaj do të jap pjesën e tij midis të mëdhenjve, dhe ai do ta ndajë plaçken me të fuqishmit, sepse e ka përkushtuar jetën e tij deri në vdekje dhe u përfshi midis keqbërësve. Ai ka mbajtur mëkatin e shumë vetave dhe ka ndërhyrë në favor të shkelësve. Mateo, kapitulli i parë. Libri i gjenealogjisë së Jezu Krishtit, birit të Davidit, birit të Abrahamit. Abrahamit i lindi Isaku, Isakut i lindi Jakobi, Jakobit i lindi Juda dhe vëllezërit e tij. Judës i lindi nga Tamara, Faresi dhe Zara. Faresit i lindi Esromi, Esromit i lindi Arami. Aramit i lindi Aminadabi, Aminadabit i lindi Nasoni, Nasonit i lindi Salmoni, Salmonit i lindi Bozi nga Rahabi, Bozit i lindi Obedi nga Ruthi, Obedit i lindi Jeseu, Jeseut i lindi Davidi, mbreti, mbretit David i lindi Salomoni, nga ajo që kishte qenë bashkëshortja e Urias. Salomonit i lindi Roboami, Roboamit i lindi Abia, Abias i lindi Asai,
Asajt i lindi Jozafati, Jozafatit i lindi Jorami, Joramit i lindi Ozia, Ozias i lindi Joatami, Joatamit i lindi Akazi, Akazit i lindi Ezekia, Ezekias i lindi Manaseo, Manaseot i lindi Amoni, Amonit i lindi Josia, Josias i lindi Jekonia dhe vëllezërit e tij në kohën e internimit në Babiloni. Pas internimit në Babiloni, Jekonias i lindi Salatieli, Salatielit i lindi Zorobabeli, Zorobabelit i lindi Abjudi, Abjudit i lindi Eliakimi, Eliakimit i lindi Azori, Azorit i lindi Sadoku, Sadokut i lindi Akimi, Akimit i lindi Eliudi, Eliudit i lindi Eleazari, Eleazarit i lindi Mathani, Mathanit i lindi Jakobi, Jakobit i lindi Jozefi, bashkëshorti i Maris, nga e cila lindi Jezusi që quhet Krisht. Kështu të gjithë brezat nga Abrahami deri te Davidi bëhen 14 breza, dhe nga Davidi deri tek internimi në Babiloni 14 breza, dhe nga internimi në Babiloni deri te Krishti 14 breza. Por lindja e Jezu Krishtit ndodhi në këtë mënyrë. Maria, nëna e tij, i ishte premtuar Jozefit, por para se të bashkoheshin u gjet shtatzan prej frymës së shenjtë. Por Jozefi, burri i saj, i cili ishte i drejtë dhe nuk donte ta poshtronte botërisht, vendosi ta lindte fshetas. Por ndërsa ai mendonte këto gjëra, ja një ëngjëll i Zotit ju shfaq në ëndër dhe i tha: Jozef, biri i Davidit, mos ki frikë ta marrësh me vete Marin, gruan tënde, sepse ç'është ngjizur në të është prej frymës së shenjtë. Dhe ajo do të lindë një djalë, dhe do t'i vësh emrin Jezus, sepse ai do të shpëtoj popullin e tij nga mëkatet e tyre. E gjithë kjo ndodhi që të përmbushej ajo që u tha prej Zotit me anë të profetit duke thënë: Ja, virgjëresha do të mbetet shtatzan dhe do të lindë një djalë, dhe do t'i vënë emrin Emanuel, që e përkthyer do të thotë Perëndia me ne. Dhe Jozefi si u zgjua nga gjumi, veproi ashtu siç e kishte urdhëruar ëngjëlli i Zotit, dhe e mori pranë vetes gruan e tij. Dhe nuk e njohu atë, derisa lindi djalin e saj të paralindur, dhe ja vuri emrin Jezus.